Momentet të bukura të ralla na ka sjellur personazhi ynë në këtë javë, të cilin e falenderojmë nga zemra. E ne ecim tutje me një rubrikë tjetër që tani e kemi filluar këtu në spektaklin e Madh Odon. Do të vini personazh tjetër, tepër i veçantë. Le t'i japim shumë dur trokitje zonja dhe zotri Lorik Ramosaj. Lorik, mirë se erdhe. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Si je, Lorik? Mirë. Sa vjeçar je ti, Lorik? 9. 9 vjeçar. Ku shkon në shkollë? Në shkollën filluar lidhja për zërinit në komunën e Diqanit. Cila lanë të pëlqen më shumë? Apo cilat lanë të pëlqen ty më shumë? Më pëlqen matematika, gjeografia dhe gjuha angleze. Bi fjala, 2 metra 4 orë ti zbërthesh. Sa centimetra 4 orë, sa decimetra 4 orë dhe sa milimetra 4 orë janë? 2 metra 4 orë kanë 400 decimetra 4 orë, 40.000 centimetra 4 orë dhe 4 milion milimetra 4 orë. Unë kam dëgju në për ato emisione, pra po i përmend, që e keni njohur shumë mirë gjeografin, topografinë e botës, keni ditë për kryeqytetet e gjithë shteteve të botës, por në një periudhë dikun para 3-4 vitesh, kur ishi edhe shumë i vogël. Po, por tani kam mësuar edhe diçka të re, karakteristikat e disa shtete të ndryshme botërore. Hajt për shembull? Fillojmë nga Europa, Italia, me kryeqytet Rumen, që në të ndodhen një shtet i vogël, Vatikani me vetëm 1.000 banor. 1.000 banor. Po, e një shtet tjetër i quajtur San Marino. Rusia dhe Turqia që bëjnë pjesë në 2 kontinente, Azi dhe Europë, por Rusia ka edhe një veçori tjetër, që ka sipërfaqen më të madhe, të të gjitha shteteve të botës, por më 70 milion e 61.371 kilometra katror. Ahmor Lorik, Rusia ka edhe një veçori tjetër, një cilësi shumë interesante. Hiç s'na do. Në ishte tjetër? Kina për shembull? Kina që ka veçori numrin për popullsisë me 1.300.000.000 banor dhe murin kinez me gjatësi afro 4.000 kilometra, lartësi 10 metra dhe 68 metra. Sakta. India me vargamoret e Himalajeve, njëra prej maja me të mëdha të tyre është maja e Monte Everestit me sa është? 8.881 metra. A ka qenë 8.884 metra, ku i le 3 metra? 8.884 metra konsiderohet, por tani që është më të përjerë të fundit, është më pak se 3 metra gjatë, por kjo është krijakulli. Kjo e bën ende marrë me të larë në botë. Në fakt, maja me larë në botë është ma unë nga Kia, pa ajo është në nivelin e detit, më shumë se 5.401 metra, po të është të bi nivellit të kapte shifrën fantastike të 10.231 metra. Edhe kish me rrezikuar aeroplanin. Lorik, me çfarë merresh ti tjetër, me futboll, me muzikë, me kohën të fundit jam marrë me poezi, kam huar 65 poezi. Po cila është poezia më e mirë në ndër poezitë tua? Mos e pyet për ndër cilën fëmijë duhet më shumë. Ka gjitha poezi më pëlqen njësoj, por një e veçantë që do ta lexoj unë për poezia dua të bëhem. A do të na recitosh a do ta lexosh? Po, me gjithashtu. Dua të bëhem yll, pra dielli të shndroj, rrezet e tij të orta me duart t'ja lëmoj. Dua të bëhem hën, diellin të shikoj,
Dua të bëhem astronaut, në gjësi të udhtoj. Dua të bëhem poet, të shkruaj poezi. Dua që të eci në rrugën e diturisë. Dua të bëhem këngëtar, në këngë të zbuloj popullin shqiptar përpara ta qoj. Qëndrojmë këtu Lori. Lorik, sa shumë të kanë duar trokitur. Na ke folë për vendet e ndryshme, veç s'na ke folë për sistemet. Në çfarë sistemi kishe me lanë Kosovën? Rregullim shtetëror kështu dhe në kuadër të kujt mundësisht? Unë nuk ndërhoj që të bëhem kryetar i Kosovës apo kryeministër, por nëse do të bë harrohet të cek se armja ime është kienca, kryesisht astronomia. Astronomia. Me që vjen prej komunës Deçanit, do me thonë nuk do të bëhesh kurse si as president, as kryeministër, sepse njerën prej këtyre do të bëni Ramushin, a? Po, sepse ajo lidera jonë dhe shumica e rrashët të Dukagjini kemi me te, i cili padrë që përbohet në hogë, por së shpejti, përsot që... E përshëndesim, e putin bashkë prej këtu, Ramush Haradinaj, unë dhe ti bashkë me gjithë këtë publik që. E putin? E ty të falenderojmë shumë. Kemi përshëndetur kështu nga zemrat të gjithë një djalosh që do t'jetë ardhmëria e këtij vendi, sigurisht ashtu si qënë ardhmëria e këtij vendi, shumica e këtij publiku të rrallë këtu në sallë, që vinë nga një shkollë e famshme Hoxha Kadri Prishtina, shkolla ekonomike.